Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Ortodoks. Ne të Krishterë Ortodoks kemi filluar udhëtimin e bekuar të kreshme të mëdha dhe në këtë periudhë pendese dhe të zishme, pra kreshmore, kisha na vendos 2 ditë të cilët janë më të gëzueshme, siç është dhe dita e shtunë, dita e mrekullisë së grurit të Shën Theodorit dhe dita e diel, që është dhe dita e ortodoksisë. Kështu që ne sot do të flasim për këtë të diel, që quhet e diela e ortodoksisë, çfarë kuptimi ka ajo për neve sot. Dita e ortodoksisë kremtohet në të dielën e parë të kreshmës së madhe në gjithë kishën ortodokse. Ajo, si ditë, përkujton fitoren e besimit të drejtë, pra besimit të drejtë ortodoks mbi herezin, ikonoklazmën dhe të gjitha herezive, por në mënyrë të veçantë rivendosjen, restaurimin e ikonave të shenjta në vitin 843 mbas Krishtit. Për ta kuptuar më mirë këtë ditë dhe këtë ngjarje, le të shikojmë pak në histori. Në shekullin e 8 dhe në shekullin e 9, për gati 100 vjet, në perandorin bizantine shpërtheu ikonoklazma ose lufta kundër ikonave. Disa perandor, sidomos më të spikaturit Leoni III Izauri, flasin në vitet 726 pas Krishtit, ndaluan përdorimin dhe nderimin e ikonave, sepse ata të manipuluar, por edhe nga dëshira për të pasur kontroll edhe mbi kishën, gjetën këtë hapësirë teologjike, këtë keq interpretim të shkrimit të shenjtë, duke thënë se ikonografia në kishë është idhujtari. Kështu që duke bërë idhujtari, Perëndia do të zemërohet me neve dhe do të na shkatërrojë mbretërinë. Prandaj filloi dhe herezia ikonoklaste mbështetur fatkeqësisht nga patriark dhe episkop ikonoklast, dhe kështu u shkatruan ikonat, shumë murgj të cilët nderonin dhe mbronin ikonat u internuan, besimtarët po ashtu, dhe siç thash, ikonoklazma dhe ikonoklastët pretendonin se ikonat janë idhujtari. Por kundër tyre u vendosën shumë shenjtor të spikatur etër të kishës, si Shën Jon Damaskinoi, Shën Theodor Studidi, shumë martir murgjër dhe shumë besimtar të thjeshtë, të cilët i nderonin ikonat, nuk i adhuronin dhe po ashtu ishin kundër ikonoklazmës, sepse për ta ikonografia është një traditë apostolike dhe e nevojshme për kishën. Por, duhet dim se në vitin 787 kemi dhe mbledhjen e sinodit të 7 ekumenik, që u mblodh në Nikea, dhe ky sinod dënoi ikonoklazmën dhe përcaktoi zyrtarisht mësimin e kishës katolike apostolike në të gjithë botën, duke treguar se ikona nuk është idhujtari, është një mjet i shenjtë që duhet përdorur në kishë. Por, edhe mbas sinodit të 7 ekumenik, përsëri filloi që ikonoklazma të ketë influencë, filloi përsëri përndekja ndaj ikonodulve ose atyre që nderonin ikonat, dhe fitoria përfundimtare e gjithë kësaj lufte midis të vërtetës dhe gënjeshtërës që për gati 100 vjet ndodhi në kishë, në lindje, përfundoi në vitin 843. Në vitin 843 ishe perandoresha Theodora Regjente, e cila me djalin e saj Mihalin e tretë dhe me patriarkun e Konstantinopolës Metodi ishin ata që rivendosën me madhështi ikonat në kishë. Dhe kjo ditë që ishte dhe përkonte me të dielën e parë të javës së kreshmës, pra u quajt dhe dita e ortodoksisë ose triumfi i ortodoksisë. Që atëre kisha e vendosi që në këtë ditë të përkujtoj restaurata ose rivendosja ose rikthimi i ikonave në kishë, por kjo ditë nuk ka vetëm këtë kuptim, nuk përmbledh vetëm këtë ngjarje, por ka një kuptim më thellë. Pra, triumfin e ortodoksisë e të vërtetës ndaj gjithë gënjeshtrës, herezive dhe gjithë heretikëve. Pra, si thash, kjo ditë nuk është vetëm për ikonat, por është fitoria e të vërtetës në kishë, që u dha nga Krishti, i vërteti nëpërmjet shpirtit të shenjtë dhe apostujve të kishës. Por ku e mbështet
Kisha apostolike nderimin e ikonave e mbështet në mishërimin e Krishtit. Pra biri dhe fjala e Perëndisë sipas dashurimit të Atit dhe veprimit dashurimit të birit dhe veprimit të Shpirtit Shenjtë nëpërmjet Virgjeshës Mari u bë njeri. Dhe duke u bërë njeri Krishti, njeri si ne, ai pra mund të ikonizohet, pra mund të piktorohet, mund të fotografohet, nëse do kishim në atë kohë aparate fotografik ose mund të merreshe në kamerë, si mund ta themi sot. Pra bërja e Krishtit njeri i jep të drejtë atij, pra figurës atij që të ikonizohet. Prandaj ikonizimi tregon se mishërimi i birit të Perëndisë në bir njeriu nuk është thjesht një mit, një ide, por është një realitet. Këtë thoshte Shën Joan Damaskinoi, kur i padukshmi u bë i dukshëm në mish, atëherë mund ta paraqesim atë që u pa. Në Kishën Ortodokse sot kjo ditë kremtohet me madhështi, bëhet procesioni i ikonave, pra ripërsëritet ajo ngjarje, ikonat dalin nga hierorja dhe i marrin besimtarët, klerikët dhe laikë dhe bëjnë një procesion me ikonat ose brenda kishës ose jashtë kishës për të kujtuar pra atë ngjarje se si ikonat edhe pse u luftuan si idhuj për gati 100 vjet dhe kjo ishte një herezi që quhet ikonoklazm, ato përsëri u vendosën në kishë sepse kështu triumfoi e vërteta. Mesazhi shpirtëror i kësaj të diele na kujton ruajtjen e besimit të pastër, besimit ortodoks, të qëndrojmë në traditën e etërve të kishës, dhe jo vetëm si doktrinë, por edhe si jetë. Pra, ortodoksi nuk është vetëm të mendosh drejt, pra besimi i drejt duke mos devijuar as majtas, as djatas, por ortodoksi është edhe të mendosh, të lutesh dhe të jetosh drejt. Pra është një mënyrë jetese ortodoksia dhe këtu bashkohet ajo që themi ne ortodoksi dhe ortopraksi, edhe besim, edhe jetë. Kjo të bën një ortodoks të vërtet. Dhe le të japim tani një ide, ta rikujtojmë, sepse ne kemi folur dhe herë tjera edhe nëpërmjet këtij ekrani në lidhje se çfarë është ikona. Por është e rëndësishme ta rikujtojmë sepse dhe aresa bën punën e vet. Çfarë është një ikonë? Një ikonë fjala ikon vjen nga greqishtja, do thotë shëmbulltyr në shqip, është paraqitja e shenjtë e një personi të shenjtë, dhe këtu flasim për Zotin Jezu Krisht, hylincën, ëngjëjt, shenjtorët, e bërë sipas traditës së kishës ortodokse. Themi traditë e kishës ortodokse, dhe kjo është një traditë shekullore, dhe këtu në këtë traditë na tregohet se ikonat janë ikonizuar në fillim nga apostull dhe ungjillori Shën Luka, i cili ishte edhe në profesionin mjek, por edhe piktor. Tradita na thotë se ai ishte i pari që i bëri këto ikona dhe i çoi te Vjegjeresha Zonja Shën Mari, e cila i bekoi këto ikona dhe u lut që hiri i birit të saj që lindi nëpërmjet saj ta përhap edhe hirin e tij edhe nëpërmjet këtyre ikonave për ata që do t'i nderojnë. Tradita në thotë që ungjillori Luka bëri shumë ikona, të cilat disa prej tyre ruhen edhe sot e kësaj dite. Pra, ikonografia nuk është diçka që doli më vonë nga kisha e ndikuar nga paganizmi ose diçka tjetër, por është traditë autentike e kishës, është traditë apostolike. Do thoni juve, ku e gjejmë ne këtë? Shkrimi i shenjtë nuk na thot. Për ata që thonë solo skriptura ose vetëm shkrimi. Patjetër që jo të gjitha gjërat nuk thuhen në shkrimin e shenjtë. E tha apostulli dhe ungjillori Joan, jo të gjitha gjërat që bëri Jesu u shkruajtën, sepse nuk do kishte libër që t'i mbante, por ato që u shkruajtën që ju të besoni se Jezu Krishti është biri i Perëndisë dhe i bërë bir njeriu. Pra, edhe çfarë u bë në kishë mbas ditës së Pentekostit, pra në vitet 33 mbas Krishtit, nuk u shkruajtën në shkrimin e shenjtë, por u shkruajtën në traditën si atë gojore dhe atë të shkruar, siç thotë apostulli Pavli, kujtoni ato që ju kam shkruar dhe ato që ju kam folur. Pra, edhe në shkrimin e shenjtë na flitet për këtë traditë gojore. Dhe pra, ikonografia është një traditë apostolike, është veprimtaria e kishës, e Krishtit në kishë mbas ditës së Pentekostit. Dhe patjetër
që ne kemi historikun e kishës, kemi kanonet, rregullat që përbëjnë atë që quhet dhe tradita e kishës. Dhe këtë në traditën e kishës ne mësojmë se nga erdhi ikona. Çdo gjë të dashur të krishterë ka histori. Prandaj ata që janë edhe sot kundër ikonave, ka ikonoklas sot, cilët janë heterodoks dhe nuk pranojnë ikonografinë, patjetër që ata thonë kjo është një traditë njerëzore. Por ata e kanë këtë në mënyrë a priori, ata nuk ulen dhe studiojnë historinë e kishës. Dhe brenda historisë kishës do mëson se si erdhi ikona brenda kishës, si filloi ikonografia brenda kishës, kush ishte i pari që bëri ikona në kishë. Dhe i pari, po jo themi, dhe nuk e themi ne se duam, po e thot historia, është apostulli dhe ungjillori Luka. Tanë këta nuk dini më shumë se apostulli dhe ungjillori Luka në lidhje me ikonat. Apostulli dhe ungjillori Luka është nga 70-ët, është dhe një nga 4 ungjillorët. Nuk mund ta linte Zoti që ai të bënte një herezi dhe të bënte idhuj, siç na ka lënë edhe ikonat. Prandaj duhet kemi çik kujdes kur flasim edhe në ditën e sotme në lidhje me ikonografinë, duke quajtur atë idhujtari si pasues të ikonoklasëve që ishin në shekullin e 8. Pra, ikona nuk është një idhull për kishën tonë ortodokse, sepse ne të krishterë ortodokse jemi shumë të qartë. Ne nuk i adhurojmë ikonat. As drurin, as bojën çfarë ka ikona. Por ne shikojmë ikonën si një dritare që ajo na lidh me botën shpirtërore. Shikoni çfarë thon etrit e kishës. Nderimi i ikonës kalon tek personi që paraqet ikona. Pra jo tek druri, jo te elementet që ka ajo, por edhe kur puthim një ikonë, dhe ky është një nderim që ne japim ikonës, të japim personit, Krishtit, pa ne nderojmë Krishtin, jo materialin. Pse mund të bëjmë ikona? Dhe një pyetje. Sepse tham, Krishti u bë njeri. Në dhjetën e vjetër, Zoti ishte i padukshëm dhe nuk paraqitej në mënyrë ikonografike. Por fjala u bë mish, na thot ungjillori Joan. Shën Joan Damaskinoi thot, unë nuk paraqes natyrën e padukshme të Perëndis, por Perëndin që u bë i dukshëm për ne. Ikonat si teologji me ngjyra dhe silueta i shikon kisha ortodokse, pra i shikon si forma të mësimdhënies, si katekizëm për njerëzit e parsimuar, ata që nuk dinin shkrim e këndim. Pra, kisha përdori gjitha mjetet e komunikimit për të dhënë të vërtetën e besimit, që biri dhe fjala e Perëndis u bë njeri, ose fjala u bë mish. Dhe këtë e dha edhe nëpërmjet fjalës, pra nëpërmjet doktrinës, po e dha edhe nëpërmjet ikonografisë, e jep dhe nëpërmjet muzikës. Pra të gjitha format e komunikimit i përdori kisha, i shenjtëroi kisha për të dhënë mesazhin që fjala u bë mish. Po të shikojmë, ikona gjithmonë paraqitet në një formë të stilizuar, ajo nuk është një pikturë fetare, por ikona patjetër që ajo ka stilizimin e vet, ka kanonet e veta, ka rregullat e veta, shumë strikte, për të na treguar natyrën njerëzore, jo atë që është mish, por natyrën njerëzore të frymëzuar prej shpirtit. Pra, një botë, si them, atë çfarë presim tek natyra njerëzore, transformimin në Krishtin, në një qenie, si them, trup shpirt, por në një qenie që do jetë në jetë të përjetshme. Siç thotë apostulli Pavli, mishi dhe gjaku nuk mund të hyjnë në mbretërinë e Perëndis, por mishi dhe gjaku i transformuar, i frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, si trupi i ngjallur i Krishtit, do të jetojnë në mbretërinë e Perëndis. Këtë na paraqit ikona. Prandaj po të shikojmë sytë në ikonë janë të mëdhenj për treguar shikimin që kanë shenjtorët nëpërmjet Zotit, kanë hundën e vogël për treguar se nuk kanë nevojë në botën e përtejme të kemi frymarrje, pra lidhje që kemi me ajrin, ose gojën e vogël, nuk kemi nevojë të ushqehemi dhe misteri i botës përjeshme është heshtja. Të gjitha këto, pra me anë të këtyre simbolikave, na paraqit ikona ose edhe diçka tjetër. Po të shikoni në ikonografi, drita nuk vjen nga jashtë si në pikturë për shembull, që vjen një dritë e jashtme dhe kërkon edhe krijon atë dritë hijet. Siç janë rregullat e pikturimit natyral. Por në ikonografi shikojmë që drita buron nga brenda, është drita e Shpirtit Shenjtë, që njeriu bëhet bartës i dritës, thofor dhe paraqet këtë nëpërmjet pamjes së tij. E shikojmë si tek Mojsiu,
kur iku në malë Sinaj që fytyra ti ndriçonte, e shikojmë të fytyra e Krishtit në malin Tabor që është përfytyrua dhe fytyra u bësi diell, e shikojmë pastaj në jetët e shenjtorëve, këtë e shikojmë edhe në ikonografi. Pra që njeriu bëhet dritë, ose një dritë e dytë, reflektimi i dritës Zotit. Këtë na i paraqit pra në mënyrë simbolike, ikonografike dhe ikona, prandaj është një mjet që na jep doktrinën e mishërimit të birit të Perëndis në bi njeriu, por dhe doktrinën e shenjtërimit dhe hynizimit natyrës njerëzore në Krishtin. Dhe këtë pra qëllim ka ikona. Po ashtu na jep dhe ngjarjet historike dhe ngjarjet biblike, ungjillore, të cilat na jep në mënyrë ikonografike. Shumë e rëndësishme kjo, prandaj kur hyn në një kishë ortodokse, e cila është një kishë si them e plot, patjetër do shikoni brenda saj në një rregull dhe disiplinë që ka kisha të gjithë historinë e njerëzimit, duke filluar që nga krijimi, te Adami dhe Eva, rënja, te Krishti, lindja e Krishtit, kryqëzimi, ngjallja dhe ardha e dytë e Krishtit në gjykimin përfundimtar. Kështu që brenda kishës, edhe ai që ndoshta nuk siç ishte më përpara, se sot njerëzit dinë të lexojnë, po më përpara njerëzit shumë pak dinin të lexonin, kushdo që hynte në një kishë ortodokse, bodh nëpërmjet pamjes, ai katekizohej, e merrte të gjithë mesazhin e shpëtimit në Krishtin. Prandaj kanë rëndësi ikona, quhen shkollë e të pashkolluarve ose të pa arsimuarve. Prandaj kjo ka qenë dhe është edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se njerëzit dinë të lexojnë, por është e domosdoshme sepse duhet dimë me anë të shikimit ne marrim 80% të informacionit dhe kjo ndikon shumë ndikon një pamje se sa një si them një hartim ose diçka, një gjë e shkruar. Pra, pamja, ikona ndikon shumë, jep mesazh. Prandaj dhe kisha e ka përdorur ikonografinë. Dhe shumë shenjtor e mbrojtën ikonën, siç ishte Shën Joan Damaskini, Shën Theodor Studiti dhe të tjerët, dhe e mbrojtën ikonën për të na dhënë të doktrinë të kishës. Kjo është shumë e rëndësishme. Por kisha e përdor ikonën edhe si një mjet të shenjtërimi, transmeton nëpërmjet materialit të ikonës hirin. Do thoni juve, si është e mundur kjo? Çfarë po bëjmë tani? Po, patjetër që po bëjmë diçka që është korekte brenda shkrimit të shenjtë. Pra, në kishë, a nuk përdorim ujin për pakëzim? Por ne nuk na pastron uji në atë përmbajtjen e tij si molekulare H2O, por shpirti i shenjtë që është brenda ujit. Dhe kur shpirti i shenjtë qëndron në ujëra, uji nëpërmjet shpirtit të shenjtë bëhet element pastrimi jo i papastërtisë trupore, por i mëkatit. Pra, uji transmeton hirin. Buka dhe vera që ne çojmë në Eukaristi, a nuk shndrohen në trup dhe në gjak të Krishtit? E tha Krishti, merrni hani, ky është trupi im, merrni pini, ky është gjaku im. Po ashtu vaji i shenjtë, siç na thotë apostulli Jakovi në letrën e tij, pra nëse është dikush i smur, lyeni me vaj në emrin e Zotit dhe ai do të shërohet, nëse ka bërë mëkate do t'i falen. Pra, edhe vaji, si është përdorur që nga koha apostolike, vetë Krishti tha apo lyeni të sëmurët me vaj dhe ata do shërohen. Pra, jo se vaji ka një përmbajtje kurative, pavarësisht se ai ka qenë një nga bazik për pomadët gjitha. Por ne nuk besojmë tek karakteri kurativ i vajit, por ne besojmë tek shpirti i shenjtë që qëndron te vaji, që përdor elementin material si një mbartë, si një enë që të shkojë tek njeriu. Por nuk e kishte këtë edhe peshqiri i Shën Pavlit, kur e merrnin dhe vendosin mbi cëmur dhe ata shëroheshin. Nuk e kishte këtë hija apostulli Petros, që kur binte mbi cëmurët ata shëroheshin. Nuk e kishte këtë mbi të gjitha edhe rroba e Krishtit, ku gruaja me hemoragji sapo preku cepin e rrobës së Krishtit u shërua, se hiri kaloi. Pra, ne nuk po bëjmë një sakrilegj në kishën tonë ortodokse që marrim ikonën, këtë gjë që është dhe materiale, si flasim për drurin, gjyra që e përdor, dhe ajo përdoret, shenjtërohet për transmetuar hirin. Prandaj, kur neve shkojmë në kishë ortodokse dhe nderojmë një ikonë, puthim një ikonë, ne tani nëpërmjet kësaj puthje, nëpërmjet këtij kontakti, ne marrim hirin, transmetojmë hirin, dhe kjo është vërtetuar dhe nga mrekullitë të ndryshme që bëhet nëpërmjet ikonave. Prandaj, nderimi që ne i bëjmë ikonës është nderim me puthje, dhe si thotë Shën Pais Agjorit, një puthje me lëng, një puthje me dashuri. Do thoni juve,
pse duhet i bëjmë këto? Po mirë, unë i pyes ata që nuk i nderojnë ikonat. Pse në shtëpinë e tyre ata mbajnë fotografitë e prindërve të tyre, të bashkëshorteve, fëmijëve, të gjithë të dashurve dhe i vendosin në disa kënde të zgjedhura të shtëpisë që t'i kanë gjithmonë në sy ata njerëz që nuk i kanë afër, por i kanë larg. Dhe edhe pse i kanë larg në distancë, duke parë imazhin, mendja ju shkon tek ata. Por çfarë bëjnë këta njerëz? Pse i marrin fotografitë të afërmve tyre dhe i puthin, i mbajnë në gji, i fërkojnë, lotojnë para tyre? Pse? Po pra se shprehin dashurinë. Por pse neve ndaj njerëzve fizik të afërm kemi të drejtë të mbajmë ikonën e tyre, foton e tyre dhe kemi të drejtë të i puthin dhe kjo nuk quhet as marrëzi, as budallëk, as fillujtari, po quhet një normalitet dhe shprehje dashurisë. Pse këtë nuk e bëjmë për figurën e Krishtit, për figurën e Zonjshmëri, për figurën e shenjtor? Pse mos ta bëjmë? Mund na shpjegojnë këta ikonoklasët modern që janë sot, pse ata bëjnë për familjarët e tyre, ne nuk bëjmë për Krishtin, që është Zoti, Perëndia, atyn, Hylincja, që është nëna e Zotit, është nëna jonë, anë e besimit, shenjtorët të cilët janë vëllezërit dhe motrat tona, pse nuk mund ta bëjmë? Prandaj, a kuptoni se ikonoklazma nuk ka logjik, por është një kundërshtim i palogjikshëm, egoist, diabolik, kundër traditës apostolike, kundër të vërtetës, kundër shpirtit shenjtë që frymëzoi apostull Lukajin, i cili ishte i pari që bëri ikona dhe ia dha të tradit kishës. Prandaj, ikona duhet dhe është e domosdoshme, sepse e para, ajo dëshmon mishërimin e Krishtit, që nuk është një fantazëm, është realitet. Shenjtëron materjen, pra atë elementin e drurit, po jo vetëm drurin, por dhe ne që puthim e mbajmë ikonën na shenjtëron. Ndihmon lutjen, sepse shikimi ynë që shkon tek imazhi, shkon tek personi dhe komunikimi bëhet më i qartë. Si mund të lutet një njeri me një mur të bardhë ose aty kur ka imazhin e një personi të shenjtë, të Zotit Krisht, Zonjshmëri apo të një shenjtori? Si? Po patjetër kur ka imazhin. Shpresën e shëndërimit. Pra neve, duke parë ikonën, shikojmë se si do transformohet natyra njerëzore. Natyra njerëzore nuk do mbetet kjo natyrë e rënë, prej mishi, e dobët, e korruptuar, por nëpërmjet ikonografisë kjo natyrë do të shenjtërohet, do të hyjnizohet, do të bëhet e përjetshme. Këtë mesazh na jep ikonografia. Prandaj dhe imazhet në ikonografi sot janë imazhe të pazakonta dhe ikonografia është një nga artet më të veçanta sepse tregon një dimension tjetër. Prandaj është aq e kushtueshme, jo thjesht nga ana monetare, por është e kushtueshme si vlerë. Dhe të gjithë i duan ikonat sepse janë krejt ndryshe, tregojnë një realitet krejt ndryshe nga ajo çfarë ne shikojmë rëndom. Por çfarë humbet një njeri në qoftë se ai nuk i nderon ikonat, siç bënin ikonoklasët? Ai që nuk i nderon ikonat, pra patjetër që ai mohon mishërimin e birit të Perëndisë në bir njeriu. Pa kuptuar, ai kthehet një kundërshtar i doktrinës kristologjike. Zoti u bë njeri, sepse kur ne mohojmë imazhin e Krishtit, atë ne mohojmë edhe mishërimin e Krishtit. Kjo është arsyeja pse kisha këmbguli fort në mbajtjen e ikonës. Jo thjesht të mbajtë një traditë, një kulturë brenda kishë, po të mbajti doktrinën. Prandaj dhe kisha luftoi dha dhe gjak nga ikonodulët, nga besnikët, për të mbrojtur këtë, që Zoti u bë njeri, fjala u bë mish. Kurse ata që e mohojnë atë, patjetër që bëhen heretik. Kush janë heretikët? Ata ose antikristët? Kush? E thot Shonjani. Ai që nuk pranojnë që Krishti u bë njeri, ai nuk është antikrist, pra nuk është i Zotit, është antikrist. Kjo është fryma antikrishtit, që Krishti nuk është njeri. Prandaj, të mohosh ikonografin do të thotë kesh frymë antikrishti. Kjo është e sakta, dhe prandaj duhet ta kenë në vëmendje ata që sot hiqen si të moderuar, hiqen si ndriçuar dhe shikojnë ikonën si illujtari. Por dhe diçka tjetër të dashur, nuk duhet ta mbajmë ikonën asnjëherë në një formë magjike, se dhe këtu duhet dhe ekstremi djatas, pra si ekstremi majtas, që do të thotë që nuk duhet t'i hedhim ikonat edhe t'i quajmë të panevojshme, të papërdorshme, por edhe nuk duhet t'i mbivlerësojmë. Ikona asnjëherë nuk adhurohet.
Dhe kush thot që në kishë ortodokse ikonat adhurohet, ai gënjen, është gënjeshtar, i mirëfill, sepse kur në kishën ortodokse nuk thuhet dhe nuk praktikohet adhurimi i ikonave. Nderimi i ikonave ka dy gjëra krejt të ndryshme. Tjetër është adhurimi, po njerëzit sot se kuptojnë që është adhurimi, prandaj dhe përmendi fjalën adhurim, e adhuroj filanin, e adhuroj profesionin, adhuroj natyrën, këto janë blasfemira. Ne adhurojmë vetëm Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Por ikonën si një mjet i shenjtë e nderojmë, e vlerësojmë. Prandaj, por e nderojmë në kufit e nderimit. Asnjëherë sipas konceptit gabuar magjik ose si një lloj hajmalie, mrekullibërëse që nuk varet nga besimi ynë. Dhe në një farë mënyrë një garanci automatike për të bërë mrekulli. Jo, çdo gjë varet nga besimi, sepse po nuk patëm besim, asgjë nuk funksionon, edhe në marrëdhënie me Zotin. Nëse ne nuk kemi besim se Zoti është, atëherë Zoti nuk funksionon tek neve. Pra fuqia e Zotit nuk vjen tek neve. Duhet besimi ynë. Kështu është edhe në lidhje me ikonën. Ne duhet kemi besim tek imazhi që paraqet ikona, jo tek druri dhe tek ngjyrat, por imazhi që paraqet, për personin që paraqet ikona, dhe ky besim na lidh me personin, dhe atëre mjeti, ikona përdoret si një transport i këtij hirit që ka personi, Zoti Krisht, hylincja si hir plote, ëngjëjt që mbajnë hirin e Perëndis, shenjtorët po ashtu, dhe përcjellin këtë hir tek neve. Pra, çdo gjë është sinergji nëpërmjet besimit i cili shprehet me nderim. Pra, dhe besimi i cili shprehet dhe ka atë, si them, rregullat dhe na çon tek shpresa e sigurt. Prandaj, kisha e ortodokse ka shumë histori që na tregojnë se si ikona është një mjet që na mbron dhe na shpëton. Jo në vetvete, asnjëherë si një mjet i ndarë nga Zoti, si një gjë magjike, por si një mjet i dërguar nga Perëndia, i shenjtëruar nga Perëndia, kushtuar Perëndis. Për shembull, tregohet një histori, është një histori shumë e dëgjuar në Malin e Shenjtë, për një ikonë shumë të veçantë që quhet Porta i Tisa. Në shekullin e 9, gjatë përndjekjes së ikonave, pra nga ikonoklasët, në qytetin e Nikes jetonte një vejush bashkë me një djalë dhe ajo kishte një ikonë të trashëguar nga familja. Është një ikonë e madhe, unë e kam parë realisht atë ikonë që është në Malin e Shenjtë dhe e kam parasysh për çfarë flitet, dhe disa që e kanë parë e kuptojnë për çfarë po flasim, por ushtarët e perandorit kërkonin që t'ia merrin këtë ikonë, gjoja me pretekstin se do shkatronin, por e shikonin si një vepër arti sepse ai ishte edhe e kushtueshme, e veshur me are, me argjend dhe e bukur si ikonë, dhe kërkonin t'ia merrnin, t'ia çonin perandorit. Atëre, kjo vejush e dinte se ikona do të përdhosesh dhe nuk deshte t'ia çonte perandorit, por e kishte si një kujtim dhe shprehje të besimit ortodoks. Çfarë bëri? Ajo u lut Zotit, u lut të shenjtës dhe e mori ikonën dhe e hodhi në det, duke lënë në shpresë të Perëndis. Djalin e çoi në malin Athos. Ajo u lut dhe i tha: "Nëna e Zotit, shpëtoje veten dhe ikonën tënde." Dhe e vendosi, thash, e hodhi ikonën mbi ujë, por ikona me njëherë qëndroi në këmbë dhe u largua nga bregu. Djali i saj, siç thash, shkoi në malin e Athos dhe tregoi këtë histori dhe mbeti kjo histori te murgjit e Athosit. Por kishin kaluar disa vite, thonë një periudhë e gjatë, kur në mes të detit përballë manastirit të Ivironit shikoi një kolon drite. Shumë murgj u interesuan për të parë, guxuan të hyjnë në det, por dëgjuan një zë gruaje që tha: "Askush mos të afrohet veç murgut Gabriel", i cili ishte një murg i thjeshtë. Ai lutej, në sytë të murgjve ishte një njeri i zakonshëm, por në sytë Perëndis ishte i shenjtëruar. Dhe ju thua murgut Gabriel, ky zë që të vish të më marrësh. Ai shkoi dhe hyri në det me këmbë, pra kaloi detin me këmbë dhe mori ikonën dhe e solli në manastir. Atëherë e mori ikonën dhe futën brenda manastirit me shumë nderime. Por ikona në mëngjes u gjet tek porta e manastirit. Mendoj se dikush e ka bërë këtë, e futën prap, e njëjta histori, dhe më në fund ikona i flet, pra zëri i gruas që ishte i virgjëreshës, i flet murgut Gabriel. Thuaj igumenit që unë kam marrë t'ju ruaj dhe ju të më mbroni mua. Prandaj
Kjo ikon u vendos te porta dhe quhet porta Itisa, ajo që qëndron te porta. Dhe po të shkosh sot në manastirin e Vironit, e shikon këtë ikon tek porta, aty është ndërtuar dhe një kish jashtë mureve të manastirit. Kjo është ikon mbrojtëse, jo vetëm e manastirit e Vironit, po mbrojtëse e Malit të Shenjtë. Asnjëherë kjo ikon nuk ka dalë jashtë Malit të Shenjtë, sepse është dhe një traditë tjetër dhe një profeci e thënë nëpërmjet ikonës që në momentin që ikona Porta Itisa do të dali nga Mali i Shenjtë, pra do iki ashtu siç erdhi në mënyrë të mrekullueshme, murgjit duhet iki nga Mali i Shenjtë, në drejtimin që do t'rregojnë edhe pemët dhe servit, sepse Mali i Shenjtë që mos bie në dorë të antikrishëve do të vidhiset, do të mbytet. Kjo është një profeci që e mbajnë murgjit dhe ka përndodhur në kohën e vet. Pra, ja ku kemi një histori që është e përbotshme, sot shkojnë shumë turistë dhe e shikojnë këtë ikonë të Porta Itisës, për treguar se ikona na mbron. Na mbron jo druri, as ngjyra, as gjithçka që ajo ka. Personi që paraqet ikona. Dhe më konkretisht flasim për personin e të shenjtës Bigjesh Zonja Shëmari, që quhet edhe zonja e kopshit të Athosit. Pra, ajo është patronja e kopshit të Athosit, Kurin Murgjer. Por, le të flasim dhe diçka, ku ndryshon një ikon nga një pikturë fetare. Patjetër që ikona në vetvete është jo një pikturë fetare, siç mund të shikojmë rëndom, mund të jenë dhe kryevepra artistike, siç kemi dhe në koleksionin e artit botror, por ikona ndryshon. Ikona është objekt liturgjik, bani mend të, dhe mjet lutje. Nuk shpreh individualitetin e piktorit, por ajo ikonizohet sipas kanoneve kishtare. Shpreh besimin e kishës, doktrinën e kishës. Ikona nuk është thjesht art, është teologji me ngjyra. E para. E dyta, piktura fetare është një realizim natyror, perspektivë normale, me thellësira, me dritë hije, siç janë të natyrshmet, drita vjen nga jashta, emocione dramatike që i ka vetë personi piktori dhe shpreh shpesh veten e vet. Por edhe nga ana e pikturimit, ikona ka një perspektivë të përmbysur, jo nga ajo perspektivë që ne shohim, por një perspektivë të përmbysur. Gjërat shkojnë jo si është perspektiva që shikojmë neve që shkojnë drejt thellësisë, por nga thellësia vjen përpara. Pra është diçka ndryshe. Pra për treguar një tjetër dimension, një dimension shpirtëror që neve nuk e shikojmë në botën natyrale. Drita tham vjen nga brenda figurës, diçka që është jo natyrale, figurat të qeta, të shndruara në ikonë, jo me lëvizje frenetike dhe dramatike si shikojmë në për pikturat fetare, nuk paraqet një moment kalimtar, por realitet të përjetshëm. Ikona nuk tregon si duket bota, por si është bota e shndruar në Krishtin. Pra është një realitet tjetër, është një dimension tjetër. Dhe normalisht duhet të kesh një njohuri për ta lexuar një ikonë, edhe kur flasim në siluetat, edhe kur flasim në ngjyrat, edhe kur flasim edhe në simbolikat. Artisti është i lirë të krijojë sipas imagjinatës, ndërsa ikonografi asnjëherë nuk ka përcen kufit kanonet, rregullat për të ikonizuar. Ndjek kanonet të caktuara, ngjyra dhe simbolikën, gjestet të përcaktuara, forma tradicionale, nuk improvizohet sipas dëshirës. Prandaj themi shkruhet ikona, pra ose bëhet ikona me dorën e X-it. Pra, jo se unë bëj një ikonë, por Perëndia përdor dorën, ta zëmtimen ose të një ikonografi dhe bën një ikonë. Pra bëhemi thjesht mjete të asaj çfarë Perëndia kërkon të na i tregoj. Siç përdor për shembull profetin të flas me fjalë, përdor dhe ikonografin të flas me anë të ngjyrave. Marrëdhënia me besimtarit me pikturën. Shpeshherë, kur shikojmë një pikturë fetare, ne jemi spektator, por ikonografia është krejt ndryshe. Ajo të shikon ty, pra jo ti e shikon ikonën, të fton në një marrëdhënie, është dritare drejt mbretërisë. Kur qëndrojmë përpara një pikture fetare, ne mund të themi shumë e bukur, madhëngjyse e gjitha. Por kur qëndron përpara një ikone, ti ke një ndjenjë
për ulësie dhe nxitesh të lutesh, të kërkosh mëshirë, të kërkosh ndihmë. Pra shikoni çfarë ndryshimi të madh ka përballë një ikone dhe një pikture fetare. Provojeni, mund ta bëni edhe vetë si eksperiment, do të shikoni se sa ndryshim ka kur ke një ikonë dhe kur ke një pikturë fetare, sado që ajo mund të, si them, edhe ti referohet një njeriu të shenjtë, por ka ndryshime të mëdha. Ndryshe për shembull është figura e tërshenjtë dhe Vigjeres së Zonjës së Marisë në një ikonë bizantine, ndryshe është për shembull siç e ka bërë Leonardo da Vinci ose dikush tjetër figurën e Madonës e diçka tjetër. Edhe pse këto mund të quhen kryevepra artistike, kur nuk t'i japin impaktin që t'i jep ikona, kur nuk t'i jep një nxitje ta nderosh Vigjeresën Zonjën së Marisë, të lutesh ndaj saj që ta jep ikona. Prandaj ikona është katekizuese, mjet shenjtëruese, mjet liturgjik që përdoret në kishë. Ashtu si prifti kompozon trupin dhe gjakun e Krishtit me anë të bukës dhe verës, ikonografi e kompozon po Krishtin dhe të gjitha në Krishtin janë me anë të ngjyrave dhe siluetave dhe simbolikave. Prandaj duhet të dallojmë një piktor nga një ikonograf, jo të gjithë ikonografët i piktorët mund bëjnë ikonograf, patjetër që mund të kenë shumë vlera artistike, por në qoftë se ata nuk kanë një doktrinë të qartë dhe nuk pranojnë kanonet kishtare, dhe ata nuk kanë një shpirt të përulur, ata nuk mund bëhen ikonograf. Sot edhe ikonografia është bërë dhe një lloj arti për shitje, për treg. Por zakonisht këto nuk janë ikona që përçojnë realisht atë çfarë duhet. Janë ikona që ndonjëherë kanë dhe shtrëmbërime, kanë dhe herezira. Prandaj duhet kemi dhe shumë kujdes edhe kur shikojmë një ikonë. Kjo ikonë është e certifikuar nga kisha apo thjesht është në një treg të lirë ku ne mund ta marrim. Dhe duhet të kemi një njohuri për dalluar edhe deviacionet që bëhen sot. Për shembull, ka disa ikona që janë dhe mund të jenë të stilizuara brenda pikturimit sipas kanoneve kishtare, por mënyra se si qëndrojnë personazhet, mënyra se si ata janë kompozuar, qëndrimi i tyre është blasfemi. Për shembull, është një ikonë që quhet Familja e Shenjtë, është përhapur, vjen nga Perëndimi, që paraqitet Vigjeresha Zonja së Marisë, Josif Vlesori dhe Krishti Foshti. Në pamje të parë duket shumë e bukur, është një familje e shenjtë, por ja ku është herezia e kohëve moderne që duhet kemi shumë kujdes. E para, nuk ka familje të shenjtë në konceptin ortodoks, sepse Krishti nuk vinte nga një familje natyrore, pra nuk kishte një baba dhe një nën natyror. Ai kishte baban qiellor dhe nënën toksore, por nuk kishte një baba natyror toksor. Josifi quhet vlesor, kujdestar, shërbëtor. Dhe Josifi ose Shën Josifi kur mori nën kujdesari Vigjeres Zonja së Marisë kishte një distancë moshe shumë të madhe, 80 vjeç me 15 vjeçe. Prandaj gjithmonë ikonat ortodokse e paraqisin Josifin të vjetër, një burr i vjetër. Por në kohrat moderne, sipas keq interpretimit të shkrimit të shenjtë dhe herezisë që erdhi nga Perëndimi, sidomos nga lëvizja protestante, Josifi paraqitet si një burr i ri. Kjo është herezi dhe paraqitet dhe në një formë, si them, një formë intime me Vigjeresën Zonja së Marisë, ashtu si një burr dhe një grua normal, sepse po paraqitet Josifin të ri, patjetër do krijosh idenë që ata mund të kenë pasur një lidhje natyrore burr-grua, siç keq interpretojnë heterodoksët protestant, duke thënë se ata patën dhe fëmijë të tjerë që quhen vëllezërit dhe motrat e Krishtit. Kjo është një keq interpretim me dashje, por dhe nga padituria e shkrimit të shenjtë, sepse vëllezërit e motrat që paraqit ungjilli nuk janë vëllezërit e motra natyral të Krishtit që u bën prej Vigjeresës Marisë dhe Josifit, por janë bijt dhe bijat e Josifit që kishte me gruan e parë që ishte një burr i vet. Pra, ikonografia si them, kanonike ortodokse nuk na jep këtë herezi, sepse e paraqit Josifin të vjetër, gjithmonë e paraqit në distancë nga Vigjeresha Marisë dhe paraqit poshtë të Vigjeresës Marisë në formë
nderimi dhe respekti dhe asnjëherë në një formë që paraqitet sot pra në këtë ikonë që quhet dhe ikona e familjes shenjtë, që është një ikonë heretike dhe mund të themi që është një ikonë e cila nuk është kanonike dhe nuk duhet të mbajtur as në ambiente kishtare, por në ambiente familjare. Thjesht ju mora një rast për të kuptuar se si jo çdo piktor mund të bëhet ikonograf. Pra të bësh ikonograf duhet njohësh traditën, duhet njohësh dogmën e kishës, duhet njohësh të vërtetën e kishës dhe patjetër duhet njohësh rregullat dhe ligjet kanonike. Kjo është shumë e rëndësishme. Por le të flasim edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Çfarë thon etrit e kishës në lidhje me ikonë? Ashtu siç na thotë dhe Shën Joan Damaskinoj, unë nuk paraqes natyrën e padukshme Perëndis, por Perëndin që u bëi dukshëm për ne. Dhe është shumë e rëndësishme kjo të dashur të krishterë, sepse këta ikonoklastët e sotëm, këta vazhdojnë edhe na japin të njëjta argumenta, të cilët na japin dhe ikonoklastët e shekullit të shekullit të 8 dhe shekullit të 9. Duke thënë që ikonografia në kish është illujtari, sepse sipas tyre, dhe është e vjetër kjo herezi, ata citojnë atë çfarë thuhet tek Eksodi, mos bëj figurë të gdhëndur ose të pikturuar në gjërave që janë në qiell, në tokë, në ujëra dhe nën tokë, mos i adhuro, është Eksodi kapitulli 20 vargu 4. Por këta heretik të sotëm modern, këta ikonoklast modern, harojnë dhe nuk e lexojnë shkrimin e shenjtë ose s'duan ta lexojnë. Çfarë na thot përsëri Zoti pak më poshtë, 5 kapitull më poshtë, kur i thot Mojsiut, dhe kur të ndërtosh arkën e beslidhjes të marrësh kerubin, ti gëdhëndesh për ata, ti bësh në formën e ëngjëllit që ti i ke parë. Por te libri i numrave, kapitulli 21 vargu 8 na thuhet të bëhet një gjarpër prej bronzi dhe të vendoset si them në një dru dhe gjithë ata që do shikojnë do shpëtojnë nga kafshimi i gjarprit. Por kemi tek tempulli që ndërtoi Solomoni, dekorimi me figurat e tempullit, të gjitha këto në dhjetën e vjetër nuk na shikojnë si idhujtari. Ishte Zoti ai që urdhëroi Mojsiun, që lejoi Solomonin t'i bënte këto. Pse ishin këto? Pra, ishte një kuptim i qartë i asaj çfarë tha Zoti. Populli i Izraelit që vinte nga Egjipti, nga shtëpia e paganizmit, nuk do të bënte gjëra që bënin egjiptianët, që diellin ënën hyjet, po flasim edhe për natyrën, kafshët, zvarranikët dhe vetë njerëzit i bënin perëndira, siç ishin tempujt e pafund në Egjipt. Por ata nuk do t'i bënin këto. Por ama Zoti nuk i ndaloi izraelitët që të bënin gjëra që u ishin shfaqur, shëmbëllyer nga qielli, siç pa Mojsiu qerubimët ose siç pa dhe ëngjëjt. Pra këto nuk ishin idhujtari dhe këto izraelitët nuk i adhuronin, i nderonin, prandaj këto nuk ishin idhuj. Por tham, duke mbështetur në shkrimin e shenjtë, fjala u bë mish, dhe nëse Krishti u bë njeri real, ai mund të paraqitet, dhe të refuzosh ikonën e Krishtit do thotë refuzosh mishërimin. Kjo është pra ajo çfarë na thot edhe Shën Joan Damaskinoj. Kështu që ikonografia është shekullore, siç tham dhe në fillim të bisedës tonë, kemi në shekullin e parë dhe tretë që gjendet në katakombe, por pastaj dal nga dal ajo gjeti një zhvillim akoma të madh, sepse dhe kisha doli nga persekutimi dhe sot ikonografia është një stoli e kishës. Është identiteti i kishës ortodokse. Prandaj kur themi kishë ortodokse, menjëherë mendja na shkon tek ikona. Të dashur të krishterë, ne mund të flasim shumë në lidhje me ikonografinë, por në ditën që neve nderojmë restaurimin ose rivendosjen e ikonave në kishë që quhet dhe diela e ortodoksisë, neve duhet të rifrymëzojmë nderimin ndaj ikonave, jo adhurimi, se adhurimi takon vetëm Perëndis, por jo vetëm të shikojmë ikonat si një mjetet shenjta, por dhe frymëzim për të bërë dhe ne një ikon, një shëmbulltyr e shenjtë e Perëndis, sepse ata njerëz që paraqiten në atë ikon, janë njerëz që kanë qenë si ne me mish dhe gjak, dhe ne jemi krijuar të bëhemi ikonat Perëndis, ikonat të shenjta të Perëndis, që kur të vijë një kohë që ne nuk do jemi në këtë jetë, imazhet tona të jenë në përmuret e kishës, dhe kjo është thirrje për të gjithë. Bëhuni të shenjtë si Ati juaj është i shenjtë. Prandaj duhet dhe ikona.
Dhe diçka tjetër, në ditën e ortodoksisë, ne nuk kujtojmë vetëm këtë ngjarje të restaurimit të ikonave, por në ditën e ortodoksisë ne kujtojmë triumfin e kishës ortodokse për të gjithë luftën dhe fitoret e saj kundër gjithë herezive, duke filluar që nga shekulli i parë dhe deri në fund kur të vi Antikrishti. Pra, kisha lufton dhe fiton në Krishtin. Asnjëherë kisha, që është një kishë katolike, apostolike, ortodokse, asnjëherë ai nuk mundet. Pse? Sepse është trupi i Krishtit, ai është kreu i tij. E tha Krishti, edhe sikur portat e ferrit të hapen, kisha do të qëndroj. Dhe shumë herë janë hapur portat e ferrit, do të hapen përsëri portat e ferrit dhe në fund do të hapen me ardhjen e Antikrishtit, por kisha do qëndroj, sepse kisha është Krishti dhe Krishti është kisha. Prandaj të dashur të krishterë, në këtë të diel të ortodoksisë ne nderojmë të gjithë ata, duke filluar nga apostujt, të etrit, të shenjtorët, të martirët, konfesorët, gjithë që luftuan, dëshmuan të vërtetën edhe me gjak dhe dënon kisha me anatema të gjithë ata që nga koha apostolike dhe deri tani dhe deri në fund ata dhanë mësimin e gënjeshtër, mësimin sektar, mësimin heretik, mësimin diabolik. Të gjithë ata që ishin si uqër me lëkura deles, që thot dhe Shën Johani, dolën prej ne, po nuk ishin nga tanët. Prandaj kemi kujdes. Herezia do jetë deri në fund, herezia është mësimi i gabuar i djallit dhe sot kemi herezit e kohës moderne dhe një nga herezit më të rrezikshme që ne të krishterë ortodoks duhet të jemi imun, është herezia për të shuajtur identitetin tonë të krishterë ortodoks. Pra për të njësuar me të tjerët, për të bërë atë fen botërore që nuk ka rëndësi e vërteta, por ka rëndësi dashuria dhe të gjithë jemi pjesë të një të vërtete dhe të gjithë bëjmë atë mozaikun e të vërtetës. Ky nuk është mozaik që tregon fytyrën e Zotit, ky është mozaik që tregon fytyrën e Antikrishtit, jo të Zotit e njeri, po të njeriu të Zot, dhe ne si krishterë ortodoks nuk duhet para. Një është e vërteta. Dhe kjo është e vërteta, është Krishti. Dhe Krishti ka një kishë. Dhe kjo kishë është kisha katolike, apostolike, ortodokse, e cila triumfon të vërtetën e saj në çdo kohë dhe deri në fund. Amin. Të nderuar shikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, mendoj që këtu dhe ta mbyllim dhe bisedën për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.